Ai ka kap medet, ka kap drejtësi. Drejtësia është e kapur. E kanë shkatruar drejtësinë bashkë. Se kur kanë votu ndryshimin kushtetues me 140 vota, mas një ore kam dalë media dhe thash faleminderit që na vendosit diktaturën. Mi më në atë kohë nuk ma besun. Urdhëro po ja ku e ke. Shkatruan gjykatën. Hoqën gjykatët e apelit, hoqën gjykatët e rredhë. Një gjyq shkoi 20 vjet. Domethënë, këtu është katandis keq fare. Unë pa ne them këtu po nuk u po një plug. Nuk vjen ky vend më të rrezi. Do vite e vite. Në me këtë rini që kanë degeneru fare. Është degenerim total i shoqërisë. Mentaliteti tiki nga Shqipëria. Pra të lej shtëpinë time, të lej tokën time, të lej familjen time, tiki unë nga Shqipëria. Pse? Se që ka një kryeminist idiot, po jo. Unë heq këtë, më pse duhet tiki unë? Mi po këtë lloj fryme kush do ta japi? Do ta japi opozita, po opozita se dha. Pra ne po them që ky ka kap të gjithë sistemin tash. Ky presidenti të vet, ky kryeminist është vet, ky nesër bëhet president, ky nesër, ore nuk është çudi që t'ja japi truni i natë dhe na dalë dhe mbretër valla. Me 94 vota ky ndryshon kushtetutën bëhet mbret. I kak. Një 6 janë këta, 3 ka toma, bëjnë 9, 84, ikën 93 vota, u bo mbret. Paulo ka që hikin nga puteja kanë bërtik sa dush. Filloj me Sila do dhe me qaj qomi tjetre, apo ky Gregur. Hikin, dhe hikin. I boj. A kishte i strategji, unë pyes, a kishte i strategji kur u pa gjithë kjo ditën e votimit? Kishte një strategji Partia Demokratike për ta sfiduar Ramën? Jo. S'kishte. Se kishte menduar një strategji tjetër. Se edhe atë ditë kishte mundësi strategjia. Se boni. Ju do thoni kush ishte, problem tjetër. Nuk mund sepse kam diskutuar herë me atë tjetër. Është dudi që s'mo mbetet pazar. Po, e kishte. Po s'ju pëlqen alternativa që ju jep, nuk ju pëlqen gjëja. Dhe pastaj shohim një kryeminist që nuk kam nevojë ta shaj, nuk kam nevojë ta shaj, sepse e kam shar. Unë jam njeriu që i themi nuk korridorësh. Unë jam njeriu që kam thonë që ti ke ndërtu mafia në shtet. Çfarë ti the më tepër këtiu? Shqiptarët e prekin me dorë çdo gjë, çdo shkatrim, çdo gjë, 10 gradësh në temperatura në Tiranë vetëm nga kullat. Vetëm nga betonet dhe xhamet që kanë këta. Mërna një perimetri 100 metrësh ti ke 10 kulla në qendër Tiranës. Çfarë ti them ti mo? Çfarë ti them? Ti them që tash legalizojnë ligjin e drogës. Pra droga në Shqipëri u bë legale. Çfarë ti them? Që Shqipëria do bëhen jo vetëm kazan plerash për të burgosurit, po do bëhet edhe pjesë e rrezikshme për Europë. Pse? Sepse 15 vet kanë nga gjatri, nuk dihet se ku janë. Nga këta refugjat. Po kur të vinë akoma më tepër, do ikin akoma më tepër. E unë i kam thonë, ky do stimuloj trafikun njerëzor të këtyre kriminalëve. Çfarë ti them aty? Jo i them, je fatkeq si kombëtar valla që jeti kryeministër kaq. Po që i ka kap. Gjithë i ka kap, ai nuk ka lënë gjë pa kap. Çfarë do ai po? Ai del me poturë, ai del pa poturë, ai del me këmishë, ai del pa këmishë, ai del me atlete, ai del pa atlete. Ai shkon në përfaqëson në për samite, në për këto si palavoz. Edhe s'ka një imi i thonë që s'fjalem. I ka kap, e gjitha i ka kap. Ai mbylli gjykatat, i hoqi gjykatat e rretheve, i hoqi gjykatat e apeli, ka prur gjithë Shqipërinë, ka plasë në Tiranë. Arrin njerëzit e shkret, ç'a të bëj? Pra ne po them, ky i ka kap gjitha, ky do luajë tash me vetët. Ky do haj njerëzit e vet tash. Se këta kështu e kanë.
kthehen nga komunizëm, ndolën socializëm, tash janë revizionizëm. Ata që dalin kundra janë quhen revizionista. I kapim i fusim marrëna dhe marrin punë. E njëjta skem. E njëjta skem. Vazhdojmë tranzicioni, zgjati tranzicioni 50 vjeçari i diktaturës. Si mendoni kur Edi Rama mund të bjerë nga pushteti dhe cili do jetë ai moment që mund të arrëzoj, po themi, ose ajo formulë që mund ta çojë drejt rënies nga pushteti? E para, duke pa situatën se si ishte në dorë kishte Partia Demokratike, prapë opozita kishte për ta rrezuar kësaj radhe. Nuk e bëri. Ajo që un kam parë, të paktën edhe që kam ndjekur, është që është hap çështja në Amerikë. Çështja me Gonigal. Por ditë them vetëm kaq që Ramën do ta arrëzoj nga pushteti vetëm tash unë do marr faktorin e brendshëm. Jo të jashtëm. Vetëm nëse organi i akuzës do t'i ngrej ose do të nxjerrë në dritë akuzën e të vllajt. Olsit. Dhe po ta veni re, kthehemi prapë kjo pjesa tjetër. Po ta veni re, as një miting, as një debat, as një gjë, Olsi Rama nuk është përmendur në fushat elektorale. Nëse SPAK-u, pra organi i akuzës, do hapi dosjen e Olsi Ramës, jeni bindur që Olsi Rama përfundon pas hekurave dhe Edi Rama jep dorëheqje. Vetëm kjo është mënyrë. Nëse ata të SPAK-ut nuk kanë ngjenë në fije punëja, nuk di ç'a të them. Janë aq trima. Domethënë sa të bëhen për vendin, se kjo nuk është personale, kjo nuk është gjë personale, kjo është të bësh një të mirë për vendin tënd. Largimi i Ramës nuk është personali imi, dëshira ime personale. Unë them është fatkeqësi kombëtare. Pra nuk e kam personale. Se mua personalisht nuk ka çam bën. Por që është fatkeqësi kombëtare, është fatkeqësi kombëtare. Edhe tashti i vetmi mekanizëm, jo për ta goditur pa drejtësisht, nuk jam për të goditur asnjë pa drejtësisht, por për ta goditur në mënyrë të drejtë për drejtë, është dosja e vllajt. Xibraka që quhet. Nëse SPAK-u hap dosjen Xibraka, atëherë kemi një mundësi. SPAK-u jep shansin Shqipërisë për t'i bërë nder Shqipërisë. Shqipëria ka dhënë shansin, ata tash duhet t'ia kthejnë në nder Shqipërisë. Janë njerëz që marrin nga 7.000 euro rrok në muaj. Nuk më intereson se u arrestu ky, u arrestu ai. Mu më intereson që SPAK-u të bëjë drejtësinë në majat e saj. Jo në pjesën e fundore, por në maja. Qofse godet maja, dakor. Qofse SPAK-u godet presidentin se ka firmos Pelionin në Saran, jam dakor. Qofse godet kryeministri, jam plotësisht dakor. Ta godasi dhe Berisha, jam dakor. Por të gjithë jo hakmarrje politike, me drejtësi, me fakte. Skaj, sepse vetëm po të veni re, Rama thot të guxoj SPAK-u, ja ka thënë para fushatës që të vi të marrë telefonin tim. Pam. Thot që ky ka 84 mandate. A do guxoj SPAK-u t'ja marrë telefonin? Nuk po e paragjykoj. Nuk po them as po as jo. Por do ta shoh. Po jo ta shoh pas 20 vjetësh. Ta shoh. Po të them edhe mërna javës. Do jeti zoti mas certifikimit të këtyre zgjedhjeve. Do jeti zoti SPAK-u të kapi vjedhjet që janë bërë. Përdorimi i administratës se si është funksionu. Do jeti zoti, se ka qenë terren. Deri tani s'ka fol. Dhe për sa kohë s'ka fol deri tani, unë nuk kam të drejtë ta gjykoj, ta paragjykoj. Kur të flasi do shoh. Po ky SPAK do jetë aktiv, thash, jo politikisht, nuk dua absolutisht se e kam vujt vetë kuriz atë politikën.
Unë nuk dua. Unë nuk jam që njerëzit futen në burg në mënyrë të padrejtë apo për i fjalë. Por nëse ti arrin që të bësh për të mirën e këtij vendi, me fakte konkrete, se derisa i ke nxjerrë në terren, njerëz do thotë se kemi lënë fakte, ose nëse s'ke fakte pse lërë. Por do se ti praga që është në tavolinë. Ajo, aty pastaj nuk kam çfarë të them aty. Aty e ka vetë direkt në dorë ai prokuror që e ka. Dhe doset i Braga është një nga doset më sepse ajo që është bërë që doset i Braga është se nuk e kanë bërë shqiptarët. E ka bërë Gjermani. Me Gjermani kur erdhi me arrestu, tradhtu, këtu ka element sa dush. Pra ta gjenë. Gjermanin e kanë, mund bëjmë bashkëpunim, kanë mundësi bashkëpunimi. Doset Toyota Yaris. Nuk është vetëm prokurori që është arrestu apo avokat. Pret që janë koka. Lul Basha ka dalë në parlament, ka thonë që po vjet Toyota. Apo ky Balla. Janë fakte konkrete. Dhe unë jam për ato që është konkret. Ajo që bën mu,